jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë me emisionin e radhës. Mysafir e kemi për herë të katërt në Merfrim. Hoxhën e nderuar, Bexhet Dënjani. Mirë se erdhe hoxha. Mirë se u gjej kënaqësisht më komo saferi jotësona. Alhamdulillah, Allah shpërbleft. Për ndishe, hatip në xhamin Haxhi Muhedin. Hoxh, bashkë më dosh me vetë. Ku shikon ke Haxhi Muhedini? Realisht historinë pak shkurt, nuk e di shumë gjatë. Haxhi Muhedini ka qenë djali i Abdul Wahhabit, i cili ka qenë nga lagja Pajko. Ibn Pajko, që është aty te ura Gurit. Prej asaj lagje, domon i biri i tij, domon Haxhi Muhedin Ibn Abdul Wahhab mos gabosha, emri i prindit e tij, domon shkopjan të vjetër, domethën që kanë ardhur ose ka qenë këtu, tash historiatën e tij bashkë në detaj nuk e di. Mirë, po ka qenë shkopjan, i biri i tina ka dashur me marrë një mesxhit, një xhami, edhe ka ardhur ka marrë aty. Edhe sot ekziston që më thonë që 400 vjeta, ku di sa ajo xhami. Këtë namazet që janë fare aty shkojnë se vapet. Po dyshim. Kjo është ajo nxitja, super. Për me bëu vepra të mira. Allah na bëf sebeb ja. Amin, Inshallah Allah i ka mëshiru. Amin. E çdo sevap e vepër që e bëjmë inshallah i shkon peshorët e tij ya Rabbil Alamin. Amin. Hoxh, sot kena me diskutuar një temë, një hadith faktikisht për çfarë hadithi kallzoi ti, se hadith nisa me kallzu me Hoxhën Fereta, unë duhet me kallzu ju. E po usosa tani e kapni. Mesatarisht e thënë. Mesatarisht po. E kapna ne, e shpjegojmë inshallah. Po inshallah. Urdhëna. Fillimisht bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu na falenderoj, salatat për shëndetjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgoi dhe adresoi familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Fillimisht përshëndes gjithë shikuesit e juaj në këtë rast, po dhe ty të falenderoj për ftesën dhe vullnetin që e ki për me qenë në këtë dritare të davetit që të përgëzoj, që është një vepër e madhe, ndoshta ne kanë njerë i ulmi veprat, mi po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar dhe ka thonë la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Mos e përbuz ose mos e nënçmon nga veprat e mira asgjë. Nëse edhe me taku vllahun ta me një fytyrë të buzëqeshur. Ndërsa sa i përket asaj që jemi ftuar për me bashkëbisedu me tije, në kërkimin e sipër të temave të cilat dashëm ta trajtojmë, ishte edhe një hadith i njohur për shikuesit dhe dëgjuesit e juaj, edhe për ju njashtu, hadithin të cilin transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tregon se disa prej sahabive, i cili hadith gjendet në Buhari dhe Muslim, që disa prej sahabive të rinj kanë dashur ta vëzhgojnë situatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, se si është adhurimi dhe ibadeti i tij. Në kërkim të sipër ato shkojnë dhe ulëmtojnë gjendjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur është në mënyrë intime dhe private, dhe duke u konsultuar apo duke vëzhguar gjendjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njëra prej bashkëshorteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju tregon atyre dhe ju thotë që pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e bën këtë ibadet dhe këtë, unë ja tregon gjendjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në shtëpi karshi adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Atëherë, to kanë qenë 3 djelmosha të rinj, apo 3 besimtar të rinj, atëherë vendos njëri prej tyre thotë, unë do të agjeroj dhe nuk do të aprishja agjerimin asgjë. Për arsye se e kanë nënçmuar veten, ka thonë paranoj ky është pejgamberi i Allahut, çfarë veprat mëdhoja ka dhe Allahu ja ka falë të namakatet, megjithatë ka qenë i përpikt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ato e kanë marrë një amanet vetvetes dhe kanë vendosur dhe kanë thonë njëri prej tyre ka thonë unë do të agjeroj dhe nuk do të aprishja agjerimin asnjë ditë. I dyti prej tyre ka thonë unë do të falem tër natën dhe nuk do të pushoj as pak, nuk do të flenj as pak. Ndërsa i treti ka thonë unë nuk do të martohem dhe për arsye se martesa më pengon nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i cili ka jetuar me muslimanët, ka qenë larg këtyre me gjendjen e tyre, ka bashkëjetuar edhe gëzimin, edhe hidhrimin, po edhe jetën e përditshme edhe tanat, kur ka dëgjuar që këto 3 djelmosha të ri kanë vendosur ta veprojnë një veprim të tillë, i cili ka shkuar në ekstrem, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mënyrë ka dashur ta shërojë problemin dhe ka thonë ma balu aqwamin yasnauna kadha wa kadha. Çka çështje disave të cilat janë duke vepruar kështu dhe kështu. Ka dashur ta cekë veprat e tyre, ka thonë unë pushoj edhe falem. Unë agjeroj dhe e prishja agjerimin. Thonë
Agjeroj një ditë, ndonjë ditë jo, dhe kështu më radh që lidhet tradita e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, që do ta shqjellojmë inshallah brenda temës. Pastaj ka thonë unë martohem dhe nuk më pengon martesa nga adhurimi ndaj Allahut. Edhe në fund të hadithit, kjo është që kisha dashur ta ceki dhe shpresoj që do ta trajtojmë brenda temës, ka thonë aleikum bi sunneti, ju porosis për traditën sunetin tim. Faman raghiba an sunneti falaysa minni. Kush largohet nga tradita ime, ai nuk është prej meje. Kjo është kuptimi i hadithit, duke dosh me thjezzu, që ta kuptoj edhe shikuesi, po edhe ne domthon këto të rinj pas kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vëzhgu jetën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, edhe në pika të shkurta disa prej grave e kanë treguar se si ka qenë gjendja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur është fund shtëpi. Domthon çish dihet Aisha e ka përshkruajt që pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë vetëm që ka bëj ibadet shtëpi, po ka bëu edhe gjëra të thjeshta, i ka ndihmu gravet e tij, ka harnu pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, bile shpeshherë edhe Allahu ju nderoj se ndoshta është pak tematik, te ne nuk kanë dëshirë me trajtu, saqë edhe në pastërtinë e tina ka bo hizmet bashorteve të tij. Shembull, është la me një kofe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga luga e tij ju ka dhënë bashorteve të tij. Këtë kjo tregon gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne duhet ta kemi shembulltyr edhe në shtëpiat tona, edhe kur jemi të gëzueshëm, edhe kur jemi të mërzitur, po edhe kur kemi pasuni, po edhe kur kemi varfëri, edhe kur jemi të shëndosh, edhe kur jemi të sëmur. Kjo na përshkruan kjo hadith gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ka të shkurta se si sahabit kanë doshta kanë shembulltyr Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ka dale. Take it easy. Po, e ka dale se nuk është, domethënë në atë aspektin që çdo ditë më xheru, apo thonë. Kjo është ekstrem, apo po. Padyshim, kjo hadith na jep me nënkuptuar mesatarinë në fe. Po. Mesataria në fe është e vyshme. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allahu thot në Kur'anin famullar, dhe ne kështu juve ju bënëm ummet mesatar. Do të thonë kjo është nga Allahu. Po, Allahu subhanahu wa taala. Ummet mesatar pa e tepru dhe pa neglizhu. Do të thonë se kjo nuk është çortim për ata të cilët e teprojnë, po nuk është lehtësim ose përgëzim për ata të cilët nuk kapan e lëshojnë lër. Islami është i qartë. Domethënë dhe ne referencat tona i kemi në Kur'an dhe Sunet. Dhe çdo herë kur ne kërkojmë me qit një punë dyzen, edhe në familje, edhe në shoqëri, se shyre tash sunat jemi të sinqertë me vetveten, ne kur dëna me zgjidhni një problem, edhe familjar, për shembull, nuk duhet me na kop emocioni. Po duhet me kështu çka thot Kur'ani dhe tradita profetike e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky hadith ne jep me kuptuar që si duhet besimtari ta jetojë jetën karshi Allahut, që Allahut e jesë i kënaqur, dhe karshi hakeve të cilat ai mundet me i pas në jetën e tij, në jetën e përditshme. Allahu nuk don prej robit tij që ai mu shkatru vetveten e tij. Saqë edhe te zakati, Allahu ka thonë 2.5, nuk është e tërë pasuria. Allahu subhanahu wa taala te çështja e namazit, Allahu i ka li 5. Po kush shton më shumë, halo më mirë. Po me bëmë ta natën, do ta shpjegojmë vazhdim, nuk ban. Apo dikush do më xhiru çdo ditë, nuk ban. Domethënë, kjo është mesataria në fe. Tash mesataria është atë çka e kërkon Allahu. Atë çka e kërkon Allahu është mesatari. Çdo teprim të cilën ne e bëjmë, atër kalon nga mesataria dhe atër kalon në ekstrem. Edhe ekstremi pastaj e bie që njeriu një ditë prej ditëve të lodhët, apo Zot na ruaj që ta lajë dhe atë të cilën Zoti e kërkon. E kundërta disa të cilët bën tolerant, neglizhent, mundon këtë mesatari ta bëjmë mallajt, më të ta zhveshin, dhe pastaj ajo mesatari shkon duke u zbej, derisa një ditë njerëzit që ka në hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, inshallah nuk kemi më zaman ku kam vetëm fjala la ilaha illallah, apo kam thoni kemi dëgjuar të parët ton duke thënë fjalën la ilaha illallah. Suno me lejen tonë, isha dashur te ky hadith ka shumë dobi. Të cilat do të mundona të i trajtojmë inshallah në minutat vim. E para që sahabët kanë qenë kureshtar me ditë gjendjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. A disa na mungon suno këto në jetën tonë përditshme? Besom që unë çdo familje se kisha porositë që ta lexoj jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe alhamdulillah kemi hoxhallar të shumt shqip folës, të cilët shembull kanë trajtuar morali i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kemi libra, po çaj nuk e për atyre të cilët lexon, mundohet që hoxhallar të cilët kanë trajtuar këtë tema. Alhamdulillah, dhe në shkupin ton ku në Ramazan trajtohet morali i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ndërmon që shka qenë morali i tij
kashi të vobekve, kashi fukarave, kashi jetimve, pasaj sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kitë këto ne kena nevojë sono. E këtu sahabët këshirit që kanë qenë kureshtar. Këto në përditshmërinë e tyre e kanë pasur si ka qenë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Unë e kam pasur që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është njëri i cili çmon nuk ofendon, është i besës këtë, mirë po ka ndosh me këshir edhe në jetën private. Si është jeta e tij në shtëpi. Tashin për njerëzit e tjerë të thjesht nuk duhet të jesë kjo rregull. Hulumtim, po. Hulimtimi është i ndaluar në Islam. Po. Me shku te shtëpia. Çka ban ki? Po, mirë po, realisht një besimtar i zgjellshëm, një besimtar i cili duhet të jesë shembulltyre mirë për umetin, e sidomos xhallarët, duhet të kanë atë trajtimin edhe në shtëpi ashtu siç predikojnë dhe ligjërojnë në xhamiat e tyre. Shembull, nuk mundet një hoxh i cili flet për të drejtat e grave, dhe ai i bën dhunë bashortës së tij në shtëpi. Nuk mundet një hoxh të flasë për mos ofendim, ndërsa ai është ofenduar shtëpinë e tij. Domthon, kitë këto duhet me shku paralel. E sahabët kanë dashur me ditë gjendjen e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam në shtëpi. Edhe këtu, siç dihet prej urtësive që Allahu na ja ka lënë Muhamedit alayhi salatu wasalam, është martesa më shumë se me një bashorte. Pse? Për arsye se ata na i kanë transmetuar fen neve, domthonë vazhdimisht na i kanë treguar si është gjendja e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam në shtëpi. Shembull, na kanë treguar Allahu i nderoft si ka urinos pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, si është pastru pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, si është fal pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam. Këtë këto s'ka mujt dikush mi trajtu apo mi jashtë shtëpisë. Atëherë është dosh prej mrena që ata të na tregojnë, edhe kjo është urtësia që pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam ka pas më shumë se një bashorte. E këto të ri shku me vëzhgu gjendjen e pejgamberit on sallallahu alaihi wasallam. Kur shku me vëzhgue, dëgjum prej njërës prej bashorteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka transmetimi që ka qenë Aisha radhiyallahu anha, ja ka shpjegu atyre gjendjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe ju ka treguar që pejgamberi Allahut bën veprime të shumta. Ata sikurse nënçmuan ibadetet e tyre. Dhe than, paranoj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me gjithë atë gratë të lartë të Allahut që e ka, që është pejgamberi Allahut, i zgjedhur i Allahut, i pamakatshëm. Këtë këto ai që ka shumë ibadet, por për neve shka mbet, atëherë secili prej këtyre tre personave morën nga një amanet, apo nga një dritare, ta morën dritare apo rrugë e cila do t'i shpije drejt xhenetit. Njëri do ta xheroje, nuk do ta prishë xhenimin, tjetri do të falet tan natën, nuk do ta boje pushim asnjëherë, dhe i treti nuk do të martohet për arsye se martesa pas ka qenë pengesë nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Këtu e vëzhgojmë që pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam prej dobive të këtij hadithit, posa dëgjon për këtë dukuri negative, dhe kjo duhet të jesë derti i një daijës, i një thirrsi, që në momentin që një anomali, një dukuri negative shfaqet në ambientin e laxhës së tij, apo në ambientin ku ai jeton dhe predikon, tregon ligjërata, me do e mos minjer ta mobilizoje masën për ajo dukuri që të largohet. Shembull, ne kemi probleme shembull në shoqërinë tonë bashkëkohore, sono. Unë shpeshherë bilem ka njerë xhamati pak ngucin mua, se jam çashtu i hapur aty ku mlind në atë lagje dhe jam domthon i biri asaj lagjes ku ligjërojnë atë xhami, kështu që unë nuk e ni vetin ka njerë me gjithë tretmanin që e kam si hoç, shpeshherë mundona që ta ni vetin sikur një biri i mahallës i lagjes. Unë në problemet e tyre mi bë problemet e mia, realisht ato janë. Megjithëse ka disa vite nuk jetoj aty, se edhe aty kam jetuar në realisht, aty kam lind, aty jam rrit. Është ndodh shembull dëgjoj për një dukuri negative në atë lagje, ku është bixhozi i përhapur, ose amoraliteti, zinaja, ose shitja e lëndëve narkotike. Tam drejtën ka njerë kam çortim. Prej çortim të mirë, jo kritik konstruktive, jo. Thonë ose mo bese mos po i dhon. Përkundrazi ka njerë kam edhe lavdrat. Ose shumë mirë e bonë se vallahi ato djemt janë djemt mirë, po çe kanë kanë gabue, ka nevojë kanë njerë di shok mi e dhon ative. Që mi zgju, që mi thonë e një gabim. Mendoj se kështu duhet të jesë daia, thirrsi. Interesant është thotë se edhe në Serov, edhe në Gazibab, edhe në këtë lagje të Shkupit, kur një hoxh i çorton këto, çmeton të djemt mangupat, nuk armitson ato Maxhallovi që thonë po, a kupton? Me ti që shka ndodh. Kjo është imani ende ekzistonte ata. Edhe ne nuk duhet mi ndihmu shejtanin ndaj atyre. Bile unë e tham, ato janë djemtë tonë, unë në xhami kështu i tham. Ato janë djemtë tonë, se tash e kam arrit një moshi, ndoshta shumë prej tyre i kanë 20 vjet, unë më kanë vlat te mia, po. Po. Edhe unë i tham atyre, ato janë djemtë tonë, ato janë vëllezërit e tonë.
Ne nuk guxojmë ata mi trajtu që Si janë armiq. armiq. Jo, asesi. Me gjithë gabimet të cilat i kanë, ne duhet mi çortu, duhet me luftu atë dukuri, po ne duhet edhe mi afru ato që mi thonë, kështu vëlla. Mosni. Ti ke ra me një humner, me një grop, ti ke nevojë për një shkallë e cila largon prej humnerës gropës ku ke ra. Andaj duhet të zgjojmë dhe të thrasmi tije e ja ringritu. Kështu që mendoj, kjo duhet të jese mesazhi secilit prej neve, edhe në familjet tona, sonullah, po edhe për teleshikuesit e këtij podcasti, çdo herë kur bie dikush me një dukuri negative, duhet ta trajtojmë ata. Mos ta neglizhojmë. Shembull e shohna në familjet tonë, shembull dikush prej fëmijëve tonë e neglizhon sharjen, e toleron. Edhe me neglizhim nuk shërohet problemi, po duhet me ul, me trajtu në mënyrë mirëfillt problemin. Kështu edhe pejgamberi Musa sallallahu alaihi wasallam të kthejnë ata hadithi, pa dosh me hik prej skeletit të cilën e kemi. Pejgamberi Musa sallallahu alaihi wasallam posa dëgjon që është shfaq një dukuri që disa të ri kanë vendosur me të kalu në ekstrem, pejgamberi Musa sallallahu alaihi wasallam shkon atyre dhe i çorton. I çorton që t'i kthejnë në mesatari, jo që t'i largojnë nga xhamati apo nga shoqëria e muslimanëve. Po jo, shkon që ta shërojë problemin. Thot çka çështje e disave të cilët kanë vendosur kështu dhe kështu, dhe u cek atyre se si atë gjendje e tij. Po. Edhe thot, o ju njerëz, unë axhëroj dhe prish axhërimin. Unë falem dhe pushoj, unë martohem dhe jetën e vazhdoj. E ta secila prej tyreve ka shpjegim të veçantë. Shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mesataria në fe, tu duhet ta moj thelbin në këtë temës, Po, në këtë hadith mundona ta shpjegoj. Për shembull, çështja e namazit, siç dihet, ka një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, çka ka bëu Allahu fars prej prej namazit, prej kushteve të Islamit, ja ka thonë 5 kohë namaz dhe një në zakatit, axhërimin e Ramazanit, shkruani nas. Ka thonë, nëse nuk shtoj diçka tjetër, a hin xhennet? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hin xhennet. Edhe ka shku njeriu. Kur ka shku njeriu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush don me pa një njeri prej banorëve të xhenetit, ky është. Para sa thjesht. E qartë, jo kena mundur çto. Urna. E deklaron shahadetin, thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pi sot jam musliman. Po. E fal 5 vakt namaz. Nuk shtoj kurrë. Tjetër nuk baj domon as nafile nuk fali. Në këtë kuptim është hadithi. E axhëroj Ramazanin? Domon nuk kam axhëru ditë vullnetare tjera. 30 ditë një herë vet. 29-30 që është ditë Ramazan. 30. Pastaj cilla ka? Ka me thonë vetëm zakat, nuk jap sadaka. Zakat. Wala azidu ala dhalika shay. Ka thonë vetë zakat ka me thonë dhe nuk jap diçka tjetër, mos nuk lip diçka tjetër. Muhamedi nuk lip, ka thonë. Një herë vetë edhe kjo? Po, edhe haxhin, nëse ke mundsi. Po, edhe u kry. Edhe shkon në xhenet inshallah. Jo, e ka vetë pejgamberi sa. Ka dash sigurit more. Po. A hin xhenet? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po hin xhenet. E ka shkuar. Kur ka shku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni me pa një njeri i cili nga banorët e xhenetit? Po. Ç'ki ke? Ç'ki është? Po shi sa i thjesht është Islami subhanallahu. Subhanallahu alazim. Shahadeti çështje e zemrës me bindje edhe me thonë me xhum. Pastaj namazi është po ta mormi gjatë ditës tonë, me po pa i fal pa nafile, po. Pasionet, njeriu mundet me amor sunullah, domthon siç dihet, sabahu 2 rekate çon po them aty ti merr 5, dreka ti merr 7 minuta, ket mi mbledh vallahi 20 minuta nuk ti më. Mashallah po. Çet gjysor aban? Pi 24 orëve Rabbul Alaminit që ti ka thonë, nuk ke në gjendje ti mi do për Rabbul Alaminin 20 minuta, 30 minuta? Edhe ata në interval ndryshëm. Allah nderoft, ne për nevojat tona fiziologjike, kur shkojmë, ne çndrojmë më shumë banjo se sa te namazi. E qartë. Kemi të sinqert. Sidomos në kohën moderne që janë sholet. Edhe sholet, edhe telefonat kush i merr që rri dhe flen to, apo do na është bashka mesele tjetër, që duhet me trajtu, domethënë se Islami është shumë i lehtë me dosh me praktiku dhe me hin xhennet. Shumë i lehtë. Normal, por atë të cilin e do xhenetin. Aty s'ka normal, dush me pri zhumin në mëngjes. Dush me mor abdes, dush me qenë i pastërt. Këtë këto, domthon janë disa sakrifica, mi po në zbatim të mbrëmshëm, vallahi shumë i lehtë është. Vetëm ato, ma xheru. Po sot mjekësia bashkëkohore moderne thot axherimi është shumë i mirë. Domthon, kjo ai ka marrë çmimin Nobel japonezi, ku axherimi ç'po 8-16, 8 orë me hongër, 16 mos me hongër. E di? 1400 vjet pas pejgamberit që e ka thonë si duhet më në Ramazan. Nobel ka marrë, jashtë asaj shumë sporti se po lexojmë edhe kur po ngritemi mbi peshë, edhe na shka është metoda më e lehtë për me largu peshën. Kur peshona kjo është ilaçi. Shka axherimi. E këtu pastaj të kthena në temë, te namazi.
Pejgamberi unë sallam unë po thot unë falem dhe pushoj. Ka qenë traditë e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjatë Ramazanit, edhe jashtë Ramazanit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka fal 8 rekate. Edhe vitrin. Pejgamberi po namazat edhe ka qenë vajib për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Namazi natës ka qenë vajib. E obligueshme. Saqë siç dihet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë në taravien me fal 3 ditë, pas 3 ditë nuk ka dalë, është friksu që Allahu pja ban edhe ummetit e tij të obligueshme faljen e taravis. Kjo ka qenë nga mëshira rahmeti pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam ndaj neve. Domthon shumë është emocionale me me kuptu thelbin e saj. Domthon se ka dash pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam ummetin e vet, domthon s'ka dash me ranu Allah. Nuk ka dash me se ka ditë që i ranash para ato. Ai ka pas për veti obligueshme. Atu që me me dal vazhdimisht me ta kam ja obligu Allah subhanahu wa taala. Edhe e ka lënë me çaç. Mirë po, Allahu nuk don që robët e tij mos madhëru Allahun. Allah e ka lënë të hapur derën e nafileve. I kemi domthon 12 nafile gjatë ditës, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush kujdeset për ta e ka të siguruar një pallat në xhennet. Allahu akbar. Kush i fal 12 recate Sunet namazit gjatë ditës, i ka shka një pallat në xhennet. Ka transmetime edhe me 10. 2 sabat, 4 domthon 2 drekës para, 4 drekës para, 2 pas, pastaj 2 të akşamit pas, 2 të yacis pas, këto bën 12 ose te dreka 2 dhe bën 10 recate të plota. Në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja le derën hapur ummetit, thot kush doje të falet, le të falet dhe le të pushoje. Saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas teprim kur dikush edhe në namaz, shembull e tepron. Ka hi njerë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhamin e tij dhe ka pa një litar, një konop, që shtemin edhe ka pa në 2 shtyllat e xhamisë, ka thoni ku është ky litar? Ka thoni Zejnebës radhiyallahu anha. Ka thoni pse e ka vënë? Ka thoni ja Rasulullah. Jo, ka qenë bashortja e vet. A bashortja. Bashortja e tij. Ka thoni pse? Ka thoni ja Rasulullah, ajo kur po do mu fal, po lodhet. E çka ndodh? I vnon krahat, domthon shtyll këtu litari, i vnon krahat dhe çndron në qiyam. Zgjut. Që më stazoj gjumi? Po, Subhan. në qiyam. Në forse tash apo moderno në për xhamia tona në forse po fal mi ult. Sahabët në kom janë fal. Megjithëse ka tolerim te nafilet. Shpjegim tjetër është ajo. Okej. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur dikush për juve ka vendos të falet, fel yusalli nashata. Kush dikush për juve ka vendos të falet, le të falet i pushueshëm. Jo për gjumsh. Jo për gjumshëm. Nëse e kap kotja, lodhja, le të bëni të pushon. Klej. Kjo është domthon tolerimi i fejes. Kjo është mesataria në fe, o vllai dashur. Saqë ka siç dihet ka ardhur bashortja e Ebu Dardas te Salman al-Farisiu dhe i ka thonë kështu shumë tekstualisht. Ka thonë shoku jot për arsye se Ebu Darda Ansari, Salman al-Farisiu në Mekke, siç dihet nga Persia, po në Mekke i ka jetu dhe ka bëu hijret nga Mekka në Medinë. E pejgamberi sa i ka vllazëru. E bashortja e tij ka qenë e hapur me Selmanin, radhiyallahu anhu. Ka shkuj ka thonë, shoku jot s'pe punon baçën. E ka pas për qëllim ai nuk po fle me mua natën. Ka thonë pse? A ç'ashtu apo? E ka thirr Ebu Dardan. Ka thonë shka ç'është me tyje? Ha? Ka thonë inna ala nafsika haq. Shpirti jot ka hak. Familja jote ka hak. Zoti jot ka hak. Epja çdo kuj hakun e vet. E ka çortu domon fle me grujen, bani ibadet se ka bëu ibadet e budhari. Ka xheru ditën, a fal natën. Domon tashi siç dihet, me bon njeriu me xheru zotit do psohet fizikisht. Allahu s'ka armë të bazop. Po dhe më fal zonat, tan natën, njëri pasaj edhe ndaj hakeve të bashortës së tij, mundet me qenë neglizhent edhe me hin xhuna. Islami, domon, është një fe e cila ka ardhur me rregullu raportet edhe me krijuesin, edhe me krijesat. Nuk ka ardhur ti me të shti në xhenem e udhbila. As nuk ka ardhur me ta prish raportin shoqëror kolektiv me familjen tonë, me rrethin tan. Unë Islami është një fe shumë e madhe sono. Unë nuk është fe e cila ti thot vetë në xhamiri. Jo. Edhe në raport me grujen, edhe në raport me familjen, me sicilin prej neve ka. E çka ndodh kur e dëgjon Ebu Darda këtë këshill apo këtë kritik nga Salman al-Farisiu, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë ja Rasulullah, kështu dhe kështu, thotë vërtetën e ka thonë. Të vërtetën e ka thonë Salmani. Andaj edhe te çështja e namazit. Kur njeriu du ta dije që mos me teprue.
Mos me tepru e kam për qëllim, jo më ketë me elano, se këtu dikush mundet me marr tolerim. Mos ja ashtu u kry. Jo, kjo është o fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dhe në këtë le të garojnë garuesit, është për qëllim për veprat nafile o sunullah. Sahabët kanë këshirë kush ma shumë sevap. Te e di atë rasën e atij sahabijut, kur sahabët 3 ditë radhazi ka hinë në xhamini njeri, ka thonë pejgamberi on sasem kush do me pa xhenet liçi që është. E joni për sahabëve hadithi i gjatë e ka vëzhguar, domthon sahabët kanë këshirë pse xheneti. Ne sot e këshina cila xheneti më i lehtë, apo kupton. Nuk e këshina cila xheneti më i lartë, më i lehti. Allah na bëj me në xhennet ya Rabbi. Ka thonë Muhamedi alayhis salam kur ta lutni Allahun, lutën xhennetul firdausin. Pastaj te pika e dytë, domthon të çështja e namazit të natës, duhet më fal i pushueshëm. I ties i pushueshëm, tu një këshill. Të mundohemi, sidomos para xhumit i fal me 2 rekate, kur të kemi mundësi. Sidomos kush është në garim me vepra të mira, edhe para xhumit. Me lënë një të tretën e natës hala më mirë. Po mos mush, shembull tash elhamdullah jacia vonë. Kur po dalmi pijamës 10:30. Në muhabet me dikonin nisan ora bën 11. Domethënë kur shkosh te shtëpia bën niyet, mi fal 2 rekate edhe fal vitrin. Fal 2 rekate edhe vitrin, kjo konsiderohet namaznate me lenin Allah subhanahu wa taala. Banë princip 2 rekate spaku. Sono ina tajna, kulu Allah. Po. A kupton? Ina tajna sam të thonë me zgat. Pastaj nëse bën pjesë përbërëse e vetës tone, kime pa që vetiu kime lezu, shumë votini u zejtun, kime zgjat. Pa ai çka di më shumë Kur'an kam zgjat me një faqe. Pa ai çka di pi 2-ve kam i bë 4, prej 4-ve kam i bë 6, prej 6-ve kam i bë 8. Ta mbylli këtu te çështja e namazit. Pastaj te axherimi, mesataria e axherimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka do sahabët me ngushtue te axherimi. Elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala e ka bë obligim vetëm Ramazanin. Domthon mesataria është Ramazani është e obligueshëm, nuk ka tolerim në ta. Ka njëri prej sahabëve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka tregu për vlerën e axherimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu për një ditë axherimi largon fytyrën nga zjarmi i xhenemit 70 vite, ka ardhur ai sahabia i ka thonë ja Rasul, unë du më axherue, don çdo ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja smunesh. Ka thonë axhero 3 ditë të bardha. Këshire. Fillimisht oferta tash muj me gabu me imën, tham drejtën, jam i sinqert, ndukut është Sad ibn Abi Waqqas. Ndukut. Po muj me gabu. Pyetsi i ngjarjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot axhero 3 ditë e bardha të çdo muaj. Siç dihet, shpërblimi në Islam është 11 edhe Allahu e shumëfishon deri në 700.000. Për axherimin e 3 Për axherimin, 3 ditë e bardha. Kur janë 3 ditë e bardha? Domethënë është 13, 14, 15. Kur është hona e plot? Po, hona e plot kur është, çdo muaj honor, domethënë çdo muaj muslimanëve që është, 3 ditë e bardha është mirë mi axheru. Por po se një herë në vjet nuk lejohet me axheru. Po. Bile me bona pak si shpjegim me një postim tashti, muaj Dhulhixhen nuk lejohet me axheru, se bin ayamu tashrik. Po e lexova, po. Bajram, kur mas Bajram. Bajrami i Kurbanit kur është, për arsye se këta ditë janë ditë të hajës dhe të pijës dhe të adhurimit të Allahut. Këtu i bie shembull dita e parë është e 10-ta, dita e dytë është e 11-ta, e 12-ta, e dita e katërt i bie e 13-ta ditë. Don mos gaboj 13 i bie 10, 11, 12, 13. Po e 13-ta ditë i bie domon 14 ditë Bajramit, i bie 13 14 më fal. I bie i muaj Dhulhixhe, on 13, 14, 15 nuk lejohet me axheru. Nuk lejohet. Çdo muaj musliman që është 3 ditë e bardha të axherojmë se shpërblimi është. Çfarë shpërblimi? Sigur se me axheru një muaj. Allahu akbar. Po edhe në aspektin fizik. Do me bëni fresh zorve, trupit, midës tane, lukthit tan. Kjo është sahabiu kur e ka dëgjuar këtë ofertë nga pejgamberi sallallahu ka thonë ja Rasulullah, inni utiqu akthar. Ka thonë i dashmi Allahut, unë kam fuqi dhe mundësi më shumë axheru. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi ka thonë axherot hona dhe tentën, jashtë ditëve të bardha. Siç dihet, ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që axheru të honën dhe të tentën. Pastaj ka thonë ja Rasulullah, unë muj edhe më shumë, jo vetëm 3 ditë, jo vetëm të honën dhe tentën, muj më shumë. Ka insistuar që ta axheroj çdo ditë. Çdo ditë axheroj, po. Mirë, po kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë me shfrytzu rastin dhe ta ranoj njërin. Tash apo mundet me përballu. Ka thonë çose do ashtu, atëherë axherimin e Daudit alayhis salam. E si ka qenë axherimi i Daudit alayhis salam? Një ditë po, një ditë jo. Edhe një shaka ndodh me këtë sahabin në fund të ymrit. Se sahabit kur e kanë marrë një premtim, janë mundu me realizu. E kanë çuar në fund. Deri në fund, deri sa kanë dek. A di çka ka ndodhur? Para se kur ka ardhur mosha e shtyme e pleqërisë,
Ka thonë a më konë të akshangu Muhammedin a.s. Pse se s'ka mujtu ma zëru në ditë për një ditë. E ka shlu trupi. E kjo është urësia, ka ma më konë të aksha dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ato e kam nu vetit amanet. Unë e kumë thonë Muhammedin që muj. A muj po, kime mujt. Kjo ka qenë dëmonë. E pejgamberi unë s.a.s. dëmonë këshire qartë mesatarije në islam. Agjerimi një ditë po një ditë jo është agjerimi më i kulminant që lejohet. Agjerimi i Daudit a.s. Pastaj vina në shkollën e ditë hanë dhe tejte, dhe ditë e veçanta që janë ka njerë sikur se mujtë edhe Dhul-Hijja që lejohet me agjeru çdo ditë, apo ndonjë ditë e preferuar që mundet me qëllue që lejohet me agjeru, pastaj vjen 3 ditë e bardha. Dhe kjo duhet me qenë një mesatarit e muslimani. Normal, kjo është një derë prej dyrëve të xhenetit, agjerimi, që njeriu duhet me garu ka njerë. Se ka njerëz që kanë të lashë me agjerimin dhe kuptoj. Ka të lashe, sidomos gjatë stinës së verës, që neve na ndodhi që këtë vit e patëm ditën e Arafatit, ke një ditë shumë nxehtë, tham drejtën, edhe u pat mësua xherimi dimrit sen, kur erdha ajo ditë e Arafatit për një herë edhe u nxekoa, keni pas sfide. Vallahi po, tash më kon sinqert. Po. Jo për buk, ujti na shloi, uji na shloi dhe u etëm. Si do të qoftë, pejgamberi unë sa këtu e ka kallzuar mesatarin. Pastaj te pika e tretë e hadithit, që mos ta zgjat shumë vetëm unë me folën, se thënë aty në podcast nuk e lansu në hiç me ndërhyrje. Ja, jam të kënaqur të nguhe. Allah i të kënaqur atë. Edhe kështu na. Pejgamberi unë sa pastaj shkon te pika e tretë. E shpjegimit apo pikëve të cilët ato i kanë marrë ato 3 djelmosha të ri. Po. Pejgamberi unë sa thotë unë martohem, edhe nuk unë pengon martesa nga adhurimi i Allahut. A çtu kena mundar pak më gjatë murgëria. S'ka në islam murgëri. E ndalum është. Se si që dim në krishterizëm, shkon në manaster mbyllet edhe thotë unë smartoni ja kushtoj jetën Zotit, sipas tyre. Edhe pse përveç se ka përjashtime që njerëzit të cilët kanë qenë të përkushtuar ndaj dijes nga pengesa e martesës, mirë, po këto janë përjashtime dhe nuk janë stimulim apo motiv për njerëzit me ndjek rrugën e tyre. Islami po ta mona Kur'anin adhimushan, do ta shohna Allahu subhanahu wa taala kur tregon për pejgamberët, këtë pejgamberët kanë qenë martuar. Por pos për Isa alayhis salam që s'kena transmetim. Ne nuk kena umet i kallugjerave. Po, ne martohemi. Doon për kundrazi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë martohuni dhe shtohuni, se unë do të krenoj me ju në ditën e gjykimit. Doon kjo motiv, stimulim që njerëzia të shtohet. Që sot për fat keqin shumë prej trive dhe trejave tona e kanë pengesë ata për arsye se edhe nuk e kuptojnë, them drejtë, nuk është çështja e kënaqësisë momentale, po është çështja që po ta nxjerrësh një fëmijë i cili ka madhuruar Allahun te bareke ve teala, ti ki se po vllai dashur. Mashallah. Von ti me nxjerr një njerëz i cili ka më qenë ndihmuesi i fesë Allahut subhanahu wa taala, shembull del një mjek, del një inxhinier, del një dietar, apo del edhe një trim me parop të vërtetën dhe kështu me radhë, po ti ki se po vllai dashur. Nuk është se vapi vetëm me parë, po dush me bën një mekanizëm i cili i ban parët, se parja është momentale, ama sulalja jote, gjaku yt, ajo vazhdon. Këtu pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam thotë martohuni dhe shto. Thot pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, unë martohem, edhe s'u pengon martesa nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Këtu suno pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam nuk transmetohet që sahabët, dikuj prej sahabëve e ka pengu nga martesa. Për kundrazi, pejgamberi unë s.a.s. I ka motivu që të martohen, edhe në hadithin që përmena pak më herët, ka martohuni dhe shtoni se me të vërtet unë do të kronohem me ju në ditën e gjykimit. Që do të thotë, te pejgamberi unë s.a.s. nuk ka qenë normale mos martesa. Sikur se sot për fat keqin, është bërë një dukuri, ku 3 dhe të reja tona me pengesa, apo me arsye të kamuflume se martesa i pengon, si kam kushtet. Këshire, kushtet kur s'bon që shmenon ne. Me bën një shtëpi 10 katëshe, 5 katëshe, 2 katëshe, 3 katëshe, nuk bën. Ose bën, po janë përjashtim. Kitë kena, unë i pari, kur kam martu, kam pas drejt kallzoj kam qenë në atë fazën e vështirësive të jetës. Me nëzë se kena bën një odë, një dhomë. Krejt që është adhone. Po, ama Allah subhanahu wa taala shaka të dhonë Kurani, premtim. Ka thonë, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ku tregon Allahu te ajeti kuranor, martoni të pamartuarit nga mesi juaj, nëse janë të varfër, Allahu do t'i pasurojë nga mirësia e tij. Allahu akbar. Dëgjoni edhe një herë, çtu kena munar. Për të gjithë ju, të cilët nuk u martoni shkaku i
frigës se s'kam pare, s'kam shtëpi, s'kam siç do t'ja dal, çish fëmijët së ndë i ruaj, dëgjoni edhe një herë ajetin Kur'an, fjalë e Allahut nga Hoxha Xhedarjan. Allahu subhanahu wa taala thot in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i pasurojë nga mirësitë e tij. Thot Ebu Bekri radiallahu anhu. Vaj halli për atë i cili i beson Allahut dhe dishon në realizimin e premtimit të Allahut. Allahu thot, nëse janë të varfër në pasuroj. Suno, si cili për e neve besoj dhe dëgjusit dhe shikusit, po edhe ti edhe kimu pajtu me këta, se si ka qenë gjendja jonë para martesës. Wallahi shumë e ramë se sa masi u martuam, që unë po folas për vetin, edhe ti të ka ndodhë, edhe ketve. Po du më thonë prej praksës, edhe tash nuk du më thonë ka përjashim që diku i vëshirësot jeta. Po, dhe. Apo kupton, po rregulli është, Allahu subhanahu wa taala rregull e ka bë. Kush është i varfër Allahu e pasuron nga mirësitë e tij, e pasuron me jetë të rahatshme. Nuk është veç parja pasuri. Po Allah me don rahati shpirtërore. Allah të pasuron me evlat. Allah edhe me ana materiale. Po Allah subhanahu wa taala ta ngrit edhe emrin tan, pozitën tane. Kjo është mirësi e Zotit, se mos ta përkufizojmë mirësinë vetëm në anën materiale. E qartë. Është ana e evladit, ana e shpirtit, ana e qetësisë tane. Këto janë mirësitë e Zotit. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Që ose janë të varfër, Allah do t'i pasurojë nga mirësitë e tij. Kjo është stimulim për të rinjtë të reja tona, të cilat për fat të keqin kanë alibi, arsye të kamufluara se më pengon martesa nga studimi. Jo, ne themi bilem një djalë, një vëlla musliman i cili ka një bashorte në përfundim të studimeve, unë e motivoj se edhe ai është në adhurim, në ibadet, çose e mbështet bashorten e tij që të përfundojë studimet. Me një degë e cila është e vyshme, është e dobishme, normal pa e kesh përdor lirinë e burrit apo edhe të ambientit familjar ku jetojmë, nëse jetojmë me vjeri, që me kesh përdor vetëm me dal nga shtëpia me çena libi, apo arsye tjera, Allahu na fal dhe na ruaj ya Rabbi. Du me thonë, martesa është një qetësi shpirtërore. Një qetësi e cila e rregullon edhe statusin shoqëror të rrethit kolektivit ku jetojmë. Problemet më të mëdha kur ndodhin kur një i ri është i pamartuar. E pshidon, ego e tij dëshiron. Dhe ai në momentin që është i pamartuar, ego dëshiron ta qetësojë veten, ta pushojë veten. Automatikisht ai pastaj ka hin mëkat, me shikim, Zot na ruaj me amoralitet, edhe kjo është pastaj ka pasojë edhe largohet edhe imani i tij, apo ka në transmetime dhe në shpjegimet e ulemave, hub nuri, drita e imanit nga zemra e zinaçarit, nëse nuk pendohet. Allahu na falt kush ka rënë atë mëkat, Allahu na kthejt në rrugën e drejtë, ya Rabbil Alamin. Andaj martesa është shërim për individin, po shërim edhe për shoqërinë edhe kolektivin. Nëse dojmë ne me pas një shoqëri të shëndosh, ne duhet t'i motivojmë të rinjtë të reja tona të martohen sallallahu. Bile edhe t'ju ndihmojmë atyre. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thonë 3 lloj njerëzish Allahu e ka marrë për detyrë mi ndihmu ata. Kanë transmetime të ndryshme dhe në shpjegime. 1, luftarën i cili mujahidi del, Allah e ka marrë për kujdesin e tij. 2, haxhiun. 3, e ka marrë Allahu subhanahu wa taala për kujdese edhe ai i cili e ka bënë të martohet. Allahu e ka marrë për kujdesin. Ti merr hapin, Allahu ka më të ndihmu. Allahu ta kujdeset për ty. Po. Apo merr një borxh, vështirësi të jetës fillestare, edhe pastaj zgjidhet edhe problemi. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të hadithit, se ndoshta e zgjatë. Jo, veç folte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu na, në fund të hadithit aleikum bi sunneti. Ju porosis për traditën time, sunetin tim. Çka është suneti pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam? Çdo fjalë, aprovim apo veprim i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam është sunet. Çdo fjalë, çdo veprim apo aprovim e ka aprovu, e ka pa dikush duke vepru, sikurse e rasti Selman el-Farisiut që i ka thonë Ebu Dardas, vetja jote ka hak, e ka dëgju beka? Mirë ka thonë. Aprovim. Çdo fjalë, vepër apo aprovim është sunet dhe traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Që nuk e ka kundërshu, domthon një veprim, aprovimin e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka thonë ju porosis për traditën time. Tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë udhërofisi jon. Për zgjidhjeve të problemeve tona shpirtërore, po edhe asoj jetësore ku jetojmë ne. Shembull, e kemi një breng të mbrëmshme. Duhet me këshir cilë janë suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ka udhëzu? E kemi një breng psiqike
Shka ka qenë suneti, është normale me pas edhe asoj probleme. Shka ka qenë udhëzimi i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka pas Sabin duke qëndruar në xhami, i cili ka qenë i brengosur nga një borxh, e kanë kaplu, ha? Shka i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ban dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan, ha? Apo ati tjetër i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lut Allahun subhanahu wa taala që Allah me ta mundsu me mishli borxhet e tua. Që të thotë, ne kur dëshirojmë me gjeti zgjidhje, edhe anës shpirtërore e kemi të suneti i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Po edhe të anës me marrëdhënie me njerëzit, e kemi të pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Andaj unë kisha pas një porosi të gjithë vëllezërit dhe motrat, më së paku le ta morrin le ta lexojnë librin e njohur Nektari i Vulosur i Xhenetit. Bile unë jam çortues, tham drejtën, për një njeri namazfalës, praktikant, që shten ato vëllezërit tonë nga Shqipëria, namazlina që themi shkopjan, i ozum që themi. Unë jam shumë edhe habitna kur dikush prej neve ka zhvite në islam, ende se ka lexuar shembull librin Nektari i Vulosur i Xhenetit. Shqip, sot është edhe shumë lehtë e ki në formën online. Kush do e gjejnë? E gjejnë, e ki domon pa pare me zbrit librin në telefon, njëri me bon jetë me lezu ka 5 faqe. Hiç më shumë. Edhe e përmbyll jetën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Jashtë asaj që kemi hoxhallar që kanë shpjeguar për sjelljen e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, për moralin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi edhe asoj libra shqip edhe hoxhallar të cilët i kanë shpjeguar ato librat, sidomos Sheikh Munexhidi arabisht i ka do libra subhanallahu, gjendja e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe sjellja e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Don këto i ka në gjuhën arabe. E shka du me thonë me këtë përmbyllet e fjallëve të fundit të hadithit, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam sallallahu po thot ju porosis për traditën time. E kush largohet nga tradita ime nuk është prej meje. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kush largohet nga tradita ime, çka do të thonë? Kush largohet nga tradita ime që me tepru në namaz. Namaznate kjo fjalë. Po se Allah shpëlbej që i keve vigilente dhe më përmisove. Kush e tepron edhe në axherim, përveç farzit e Ramazanit, dhe pengon nga martesa, ma alibi marsi, ai nuk është në traditën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai është larguar nga suneti i pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Jashtë asaj, po edhe teprimi, po edhe neglizhenca, zbehja, janë dy rrugë të cilat çojnë në devijim. Po çto do të pak me shtjellë mesataria, shumë mirë. Edhe njerë ta sqarojmë pak më thjesht. Çka është mesataria, me qenë se Allahu po thot, jo hoxh Bexheti ose hoxh filoni, po thot Allahu, bëhuni mesatar apo? Ju kemi bë ummet mesatar. Çka është mesatar? Mesataria është çdo sen të cilën e ka kërkuar Allahu, edhe e ka ndaluar Allahu me ndjek. Dhe çdo sen e cila nuk e ka porositur Allahu, është për qëllim në çështjen e adhurimeve, dhe ne mundohemi me punu, ai është teprim. Edhe çdo sen të cilën e ka porositur Allahu, apo e ka lavdruar Allahu, dhe ne e neglizhojmë ose nuk i përmbahemi, është zbehje dhe lëshim. Mesatari është çdo sen të cilën e ka urdhëruar Allahu dhe e ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që do të thotë vija është e qartë. Në momentin që ne teprojmë, shembull, themi dikuj, mi fal para drekës, shumë e mirë është namazi, ne siç e dim, mi thon dikuj teproj dhe fali jo 4 recate para drekës, po fali 8. A lejohet? Nuk lejohet. Sa teprim. Pse teprim? Se nuk e ka zbatuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mos u bën më pejgamber se Muhamedi. Sallallahu. Po, dhe bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allah e nderoft, ka thonë, unë jam njeriu më shumë ti që i friksohen Allahut, ana atqakum wa akhshakum lillah. Jam njeriu që më shumë ti i friksohem dhe më i devotshëm te Allahu. Te kjo hadithi që më duke shpjeguar, se më pas ka hiq çka pjesë. Edhe këtu e na le që mesataria në Islam është çdo sen të cilën e ka porositur Allahu, dhe ka ndjek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo sen që ne largohemi nga rruga e tyre, duke tepru, nuk është mesatari. Që më thonë unë pak më tepër, unë jam më i fortë. E ki tepru, 8 recate, nuk ka nevojë. Edhe se ne shërmë gjatë, me? Ti kime folë sot 8 recate, mo të garantoj se njeriu që shto, 20 vetë se ne banë qatë. E le kejtë, mëse. Ato që kanë ekstremistë. Edhe me bo prapo shtepër. Nuk lejohet. Apo zbehja e saj. Shembull, ka njerë duke ju përshtatë rrethonave, ne mohim një tradit pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Tash unë jam kritik. Këto ditë e posh në rrjetet sociale, shembull, çështja e dhënies së dorës, e posh edhe. E qartë, po. Po nuk është me tolerancë, kush ka thonë, edhe unë nëse e bëj një mëkat. Unë më mirë e pranoj. Ju të fol për dorën në femrave. Po, gjinit e kundërta që nuk janë familjar ose nuk janë të afërt mahram që lejohet me dhënë dorë. Shembull,
me gjithë mirëkuptimin që mu me pas edhe të shkollat juridike dhe kështu me radhë. Kështu kur e vepron një veprim, unë si makat, nuk duhet me arsyetu vetin. Ose mi jam vesh fejes që me ju përshtatë rrethonave, unë me thonë, dorën unë jap gjenisë kundër. Unë shumë i sinqertet jam. A mu me pas lëshime, këtë jemi mëkatar, unë i pari mu i më konë prej tyre, edhe pse nuk jam për hitë vërtetës. Mune me pas e ku më vonë dorën dhe kështu me radhë. Po kjo jam mëkat, dush më pendu të Allah subhanahu wa taala. Nuk e arsjetoj. Po nuk arsjetoj dhe nuk mburet njeriu, unë e baj, po nuk bën me bë, o vllai dashur. Ku bën mëkat, ama nuk e arsjetoj. Po Gabim është, kjo haram teprim. është. Edhe këtu atë teprim, neglizhimi i urdhrave të Zotit apo ndalesave të Zotit, shkelja e tyre. Mos zbatimi i urdhrave dhe shkelja e ndalesave, kjo është jo mesatari. Mos kujto që unë jam më tolerant, unë jam t'ju përshtatë rrethon. Jo vallahi. Ti je larg sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Larg mesatarisë të cilën e ka porosit Allahu dhe pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam. Tash ai konvenon epshit tona, nuk i konvenon ajo ç'është tjetër. Mi po, atë çka më janë vesh fejës Allahut nuk lejohet. Tash unë nuk po du me cek, unë po ceki si dukuri, pa dosh me përmen në emra të përvetshëm apo si ndodhi Allahu na përmirësof, se as ne nuk kemi të pamëkatshëm. Absolutisht. Këtu kur e sulmojmë dukurinë nuk do të thotë që e sulmojmë individin apo kemi dëshirë për diçka. Andaj sunullah, mesatari çka çenka çdo sen që ka porosit Allahu dhe ka porosit pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam dhe ne më u përmbajt. Kjo është mesataria në Islam. Çdo sen kur teprojmë apo neglizhojmë, ne dy ekstreme apo? Po, dy ekstreme. Dy ekstreme. Domethënë, hoç këshisa mirë për shpjegon ti edhe feja, edhe hoxhallar tjerë. Po madje edhe pejgamberi ka fol kundër ekstremizmit. Po dyshim. E tash po ndodh diçka e pa kuptim te ne fol kundër ekstremizmit gazetari. A kupton që ai për ta është ekstremizëm gjithçka, a kupton? Ekstremizëm është edhe mbulesa, e thjeshtë. Ekstremizëm është edhe namazi me u fal. Ekstremizëm është edhe me agjëru Ramazanin. Ai për ta këtë feja islam është ekstremizëm. E i ka ro për hise ati me fol për ekstremizmin islamik. Dërsa ty i pos hoxhallar tonë, për shembull si Enis Rama, Beker Halimi, Ahmet Kalaja, e tjerë më stjasi, dalin gazetar, flasin për ekstremizmin islamik. A ka mos i një shtillim? Këshiren, jetojmë me një botë e cila është shumë e materializuar gjithçka. Globalizmi ka bërë vetën, edhe është materializu, sidomos për çështjen e klikimeve dhe sen, njerëzit me qenë trend, unë kanë rënë tham subhanallahu edin, shka lexojnë qatë shumë, ose ku gjejnë kohë për tana këto tematika ato mi shtjelu edin. Besom që kanë njerë me dalë me trajtu një temë, që për hirtë vërtetës temën të cilën e kemi bo, vallaj, ka disa ditë që unë mundona me shtjelu material, me mbledh material, që me trajtu me dalë sa me i përgatitur para teleshikusit, edhe e fol para moderatorit, me qeni i përgatitur, se kjo është amanet. Unë besoj edhe te gazetaria ka kod të gazetarit, ose analistit, komentatorit. Nuk guxon ti për një çështje të cilën ti nuk ke informata të detajuara. Para mënoj unë kisha pas dëshirë ato ti pyes, shembull, këto komentatorë ose analist, për çështje të motorit të veturave të kerrit. A mundesh më kallzu pse bllokon kerri? Për shembull i mirë. Edin, vallahi më njëherë jam i sigurt që kam thonë, unë nuk jam automekanik. Shkoj vetë në automekanikun. Unë jam i sigurt. Ai ka mundu minjer mu të req. Po, sa harxhon mundu me të regu, një piknon është kjo mundu me harxhu 6 litra, kështu me radh informata të përgjithshme. Mi po, kur hinë të çështjet fetare, unë nuk jam që mos me i trajtu ata me një hoxh, me pas debate që ma arrite e vërteta. Mi po, kur bon ato me synime dhe qëllime të sulmit, jo të arritje së vërtetës, atëre u kuptimi i debatit. Se këtu tek ne, elhamdulillah, ato janë pakic për hitë vërtetës, po kanë hapësirë mediatike, se sot klikimet e anë të bon këtë vetën. Për hitë vërtetës, ne sot kur s'kemi pas xhamat, mas shumë t'i në xhamia tona, anë e banë shqiptarijës, po mu me thonë edhe në tërsi në met, wallahi ma shumë se ta shtri. Elhamdulillah. Edhe vajzat e pambuluara falin namaz. Kur vjen koha namazit ato e gjenë hapësirën, mënyrën mu falen. Dhe kjo është për mburje. Edhe atyre kjo ju dhem. Me gjithë investimin të cilën e bajnë që me deviju rinin islame, me lëshimin shembull e gjithë këtyve sulmeve, ja pra, po tham shumë drejt për drejt, lëvizja e dreqit. Shka bëhet me ta? A ki pati kur mori mu të bu? Gjema një djali cili i ka 18 vjet ati. Ska pashat lumin Allah. Ato që i mori mi pagëzu,
në për kisha, tyben, domon i mor me jo, s'po thonë me imponim, po ato tyben e dishin çka kanë të bëjnë ato, fëmijë të vegjël. Ose disa tjerë që kanë left manda islamit, që veç me shfry vetin, se e ka merak zinan, e ka merak alkoolin, bile, keni debata një prift nga Shqipëria që ju tha atyre, i tha, po që islami detyron 5 kom i falë. Po tha, kush ka thonë që në krishterizëm nuk ka detyrim ndaj kishës, me shku me adhuru Zotin formën e tyre. Në onaj nuk e di veç, a është kundra islamit, po bona krishter. A është kundra islamit, unë bona me iblisin e udhu billah. E kështu që, Më falë që për ndërprejtë, s'kam qore pa edhe një koment. Interesant është, se unë e shujta një koment një ditë Deutsche Welle Shqipe kish bon një content, një video, ku krishter të Palestinës u ankoshin nga dhuna izraelite. Edhe e shujta një koment, tash, interesant, bota katolike kretë janë kundër Izraelit, kundër dhunës izraelite, ndërsa vetëm shumica e katolikëve shqiptar janë pro-Izraelit, domethënë. Çfarë lëvizja e deçanit tij çka i përmend, apo? Ne kur folmi çështjen e Palestinës është shumë çështje e ndihshme për arsye se ne e shohim nga prizmi fetar me muslimanët. Po bota në përgjithësi e shef nga prizmi humanizmit. Njerëzor, po. Njerëzor. I kena ponë Spanja, Italia, në protesta, këtë dalin. Unë shpeshher kur i trajtoj temat, sunullah asa kam hapësirë me i trajtu, unë tham, qyre, ne duhet sefte të folmi në baza njerëzore. Se islami neve na udhëzon kafshën mos me mbyt, natyrën mos me dëmtu, domthon edhe në luftë, edhe në paqe kur jemi, ne duhet me ditë që i kemi hakën ndaj koqësisë tonë. Edhe jo besimtar, edhe qoftë që fut. Bile shqiptarët e kanë tregu bujarinë e tyre dhe atë të mirën e tyre kur i kanë pranuar luftën e dytë botërore, kur ne kemi rasën Shkupin ton, lagjet tona ku duke hik disa prej qefutëve të cilët sot jetojnë në shtetin e Palestinës okupuar, shembull kanë kalu kënej pari, edhe ka dëshmina për familjet shqiptare muslimane, të cilët ato janë strehu dhe janë fshehtë këta. Edhe sot nipat mesat e tyre vinë Shkup, i vizitojnë dhe i dinë, pa dosh me egzageru këtë tematik. Kim lef, ndaj muslimanëve është unë mendoj, dhe kjo është pikpamja imja, do ma mundet mos u pajtu dikush prej juve, kur e shohin përçafimin e praktikimit e islamit, të ri dhe të reja tona, son shumë logjike se shpirti ka nevojë për qetësim. Nuk mundet be njeriu veç me parë më pushupe. Nuk mundet njeriu me gjetë rahatin të alkoolive. Nuk mundet njeriu me gjetë rahatin të lëndët narkotike. A njeri i cili shkon në haç me gjithë mundimet, lodhjet, raskapitjet, me mi thonë, masi ti dverën Shkup, ose në vend, a kështë Shkup edhe një në haç, wallahi kanë ditën Arafatit pëse nuk është. S'ka besimtari cili ditën Arafatit është këtu, e nuk shpreso me qenë atje. A mundet njëri shembull i cili a lodh, është mundim, është lodhje, paxhunësi, raskapitje, etje. Po du me thonë atyna që ata i pengon që kjo kthes e muslimanve dhe rinjallje, ringritje e njerëzve. E këto sulme bon edhe nga qarqet fetare, shqiptare, po edhe nga agent, Allahu alem unë mendoj që është agent e paguar nga dashakqenj të popullit shqiptar, që jemi musliman, që ne kena mirë kuptim edhe të ndaj atyre të cilët janë të besimit tonë. Pa dash mu bo shumë pacifist, sënullah. Ne i respektojmë vëllezërit tonë shqiptar, të cilët janë të besimeve tjera, ne i respektojmë dhe nuk kemi kurrë kundër atyre në pikpamjen vëllezërore kombëtare. Bile ne kemi raste ku ne bashkëjetojmë me ta në lagjet tona, në fshatrat tona, nuk kemi në hasmëri me ta në pikpamje njerëzore. Në pikpamje fetare ne kemi dallim, nëse ne mohojmë. Për këta ne kemi besuar Allahun, ato se kanë besuar Allahun. Edhe kjo është pikpamje ndarëse, që në botën e ahiretit do të kenë ata një trajtim ndryshe prej neve, ndaj Allahut subhanahu wa taala, prej Allahut subhanahu wa taala. Mos dal prej temës. E derisa këto dashakçinjet që mendoj që është agent e paguar, dalën edhe sulmojnë Islamin muslimanat. Ne kemi domon raste ku besoj që ka nevojë edhe për tretman psiqik disa prej tyre. Beson që unë me dhëmshmëri shikoj, ka nevojë për tretman psiqik. Veç në pamje këshirit e merr vesh. Pa dash me një në ata aspektin fizionomik, unë mendoj që se ka prej tyre që i njoh personalisht dhe kështu. Unë mendoj që familjarisht duhet me shku me ta mu trajtu ata shoqërisht, edhe kanë
mungesë të hapësirës shoqërore mediatike. Dën më kon in. E ku më konin, është një rregull arabe, thot khalif tu araf kundër shabahu një orë. Allah na falë, Allah na bëhu nga xhenetlitja Rabbul Alamin. Se këtë tematikë është shumë e hapur, s'po du shumë u them. Jo që i pritoj kritikave. Po. Jo që jasoj, po mendoj dhe besoj që ka njerë neglizhimi ndaj tyre është më mirë se replika. Sa ata kur po i replikojmë ne, po mendojnë që janë faktor. Besom që nuk janë faktor. Folëm për ekstremin, hoç. Ka dikush që ka pas qëndrime ekstreme. Edhe tash e ka kuptu gjatë studimit, leximit sen, a ka pendim për këtë çështje apo si? Këshire, secili prej neve kalojmë në etapat të zhvillimit dhe të formimit ton gjatë rrugtimit, sidomos kjo ndodh te studentët, te hoxhallarët, po folin nga kjo pikpamje, kalojmë në për ujëra të ndryshme derisa të formohemi, të brumosemi, që dalmi një njeri pak ma i mirëkuptueshëm apo i kuptueshëm për rrethonat ku jetojmë. Edhe padyshim që ajo let zhurmë në ambientet ku ne jemi rrit dhe kemi zhvilluar studimet. Dikush e ka përçafu një mendim ndryshe, po them më ekstrem, dhe me kalimin e kohës e ka pasur që është një mendim i gabueshëm, ose ka pasur një mendim i cili nuk mundet mu kap me realitetin ku jetojmë. Nuk kam të thonë këtu me realitetin për shkak realitetit me ndryshu të vërtetën. Të jo. Me në namazin. Po jam të thonë, ka menime të cilat për hir të vërtetës munën nuk janë për rrethonat ku jetojmë ne. Nuk janë. Edhe këtuna nuk po duan me donat pikpamje na ka pendim as ka pendim, secili prej neve jemi gabimtar, e më i miri prej tyre është ai cili pendohet. Kështu që unë mendoj që edhe te vëllezërit tonë kur të gabojë dikush me një mendim pak më ndryshe, Aliu radiallahu anhu kur ka ndalë një palë muslimanëve, siç njihet në terminologjinë islame xhavarixhet, ka thonë ato janë vëllezërit tonë. Xhamiat e tyre janë xhamiat tona. Xhamiat e tyre janë xhamiat e tona. Derisa nuk derdhin xhak të muslimanëve. Kur derdhin xhak të muslimanëve, atëherë ka trajtim ndryshe ndaj tyre, ndaj atyre ekstremëve të cilët Zoti inshallah e ruan shoqërinë tonë dhe muslimane nga dukuritë e tilla. Në këtë rast, domthon paramendo i ka thujt vëllezër Hazreti Aliu radiallahu. Edhe nëse ka, ne duhet t'i trajtojmë në mënyrë vëllezërore. Duhet mi çojmë. Jo armiqësore. Po, mi këshillu sen, për arsye se edhe ne peshti edhe vetin kur kemi qenë një moshë më të re, ende duku brumos, edhe ende ne gabimet e tona i shohmi, dhe mundohemi t'i përmirësojmë, dhe kur nuk pretendojmë që jemi të përsosur, mundohemi që njëri tjetrin ta këshillojmë dhe ta çortojmë që ta gjejmë rrugën më të mirë drejt xhenetit. Kjo është qëllimi jon. Nuk ka qëllimi jon se mundon për një moment me dik. Funit çfarë vlerë ka unë nëse të kundërshtu që të bona një orë. Ndoshta që ky podcast të cilën më të ke fol, ndoshta është dëshmi kundra meje nëse nuk e kam për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse kum pas vetëm dalun edhe të predikoj diçka. Unë ne duhet ta kemi synimin të Allahut. Tash Allahu sa jep bereqet në këtë thirrje. Wallahi Allah s'ka më vet. Se është detyra Allahut ose është kompetenca Allahut, që Allahu sa jep bereqet që më shiku ki podcast ose sa mos më shiku. E bexhetit është që Allahu kur më thoi o bexhet, o molla bexhet, o munove ti me shku kur thirrje ai me tregu po Allah. Allahu s'ka më vet mu pse sa vete e kam pa, edhe nuk e kam pa. E kjo duhet më kon njëti jon. On edhe te e vërteta, ne kur mundohemi me çortu dikan apo me këshillu dikan, wallahi nuk ka qëllimi që ne me pata në xhenem. As me pa ma posë se ne. Jo wallahi, se funit ka me lon këtë dunjë, se kur këtë që e kanë lon. On qëllimi jon duhet më kon përmirësimi i veseve, i mendimeve, i metodologjisë së gabuar për hir të Allahut azza wa xal. Inshallah nuk e keni para epshet e tona. Unë sa kur këshilloj, po edhe vetin kur e çortoj, se mi njerëz po mo bexhet. Inshallah e ki për Allah këtë ndryshim, e nuk e ki për epsh. Se vaj hallin që se kena për epsh. O nuk kam në bodobi as sënullaj, as filani, as alani, a këton vëse veprat e tona dhe qëndrimet e tona të cilët kemi pas para Allahu të barake. Andaj, unë e trajtoj këtë tematik prej pikpamjes me sataris, që pejgamberi unë s.a.s. kur ka radialo shiri dhe i ka thonë, e te edhe nuri vizina, am lejo me bozina, pejgamberi unë s.a.s. nuk e ka thonë, ka thonë ti e xhenem, ti ka ne njëri po mëratshëm, po i ka thonë, ka dal, a dëshiron dikush me bo me nanën tane, me motrën tane, me tezën tane dhe kështu me radhë. Derisa ja ka çetsu shpirtin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë jo ja Rasul, nuk dëshiroj. Ka thënë çështë edhe njerëzit e tjerë. Andaj debati dhe
krahasimi i gjanave, unë mendoj që është shqjellim më i mirë kur dikush prej neve mundet me pas një mendim ndryshe prej neve, në këtë rast një mendim më ekstrem prej neve. Allah e di më së miri. Alhamdulillah, e trajtuam një temë shumë të mirë mesataria në fe, inshallah Allah na mëson të jemi mesatar. Allahumma amin. Po që për në fund, se me këtë sezon jam të e ba me këtë hoxhallar, për fund një pyetje kështu. Çfarë mendimi ke për hoxhën e nderuar Abdul Fuga? Ja, mësë më prek para ta. Pse e bone Hoxhën Ferit e vetë për hoxhën Bekir, ti jam të vetë për hoxhën Abdul Fuga. Shirë në jetë njeriu ka shumë dashamir, shok, të cilët i ka ndoshta nga interesat e ndryshme. Po. Subhanallah, i të më bo një pyetje e cila nuk kom menu që kemë më bo. Po çka është qëllimi? Po. Inshallah jemi të sinqertë. Para disa diteve që ke bajrami, fëmijët e mi e pon që munona me pas një ndihmes për hoxhën, përsen disa aktivitete që ka i ban hoxha, pa dashmi përmend. Po. E tha, babi, fëmijët në sofër ishmi, tha, ka një kish shok mas shumë të di, edhe pse munosh me hoxhën Abdyl me pas, e konsideroj hoxha im, nga i cili ku mësue. Edhe kam edhe shumë dashamir, hoxhallar shqiptar, prej të cilëve ku mësu, po një ndër ata është hoxha Abdyl që e kam edhe për zemër. Tash vallai shoqëria ime ishte edhe bashortja në tavolinë, tash shoqëria ime nuk besoj që kam qenë veç këtë dynjë. Tash unë shpresoj që më kanë edhe në xhenet me hoxhën Abdyl. Allahu akbar. Domthonë Allahu inshallah na bën sinqert, ish moment që nuk më kish ku menja që edhe fëmijët më baba edhe ti më baba këtë pyetje. Shpresoj inshallah që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonën, shat persona do të jenë hijen e Allahut, atë ditë që nuk ka hije përpas hijes së Allahut, e një ndër ta do të jetë edhe dy persona të cilët janë dashur për hir të Allahut. Shpresoj që inshallah jemi me hoxhën Abdyl. Edhe më shumë vëllezër, po me hoxhën Abdyl veçanti inshallah të jemi në xhenet ja Rabbi. Ja, qëllimisht të parashtrova se ne këtë shkupi e dini që jeni shok shumë që u doni për hir të Allahut e Allahu na bëf që mu dash për hir të shembullini për njerëzit tjerë që më e pas një shok për hir të Allahut. Hoxha Abdul Fuga dhe Hoxh Bexhet Danjon. Allah i rujt ata dhe familjen e tij dhe gjithë hoxhallart, e veçanti hoxhën tem, hoxhën e nderuar vllahun tem, hoxhën Abdyl që shpresoj që inshallah të jemi në xhenet bashkërisht ja Rabbi. Amin. Shkoj se duar ky ishte emisioni i radhës me Hoxhën e nderuar Bexhet Danjon, e shifemi javën tjetër. Selam aleikum.